jemi përballë sfidës që turizmi të vazhdojë të jetë i qëndrueshëm dhe të japë ato efekte që ne duam, duhet ndërmarrim politika të kësaj natyre që ta balancojnë dhe ta plotësojnë turizmin. Se për shembull, na pëlqen shumë 12 milionëve, por thuhet një shprehje edhe në turizëm, mund të ketë turizëm kaq masiv pa transport masiv? Të gjithë kemi shkuar jashtë, në gjithë zona turistike, ti ke pa fund opsione me tren, me autobus, me tramvaj, me çdo gjë. Një turist që vjen këtu, ne kemi trenin dhe autobusin, se kemi të ketë shoqëri të madhe autobusi, nuk po them autobus kaçak që dalin domethënë. Duhet mjetin, po pra ai vjen, kërkon një bilet low cost, edhe vjen me 60-70 euro nga një vend i Europës, edhe i duhen 250 euro të ikën Sarandë ose të ikën në Vlorë ose në një vend tjetër. Pra, thënë gjërat shikojnë paralel, ndoshta kjo sfidë që na vuri ky turizm i rritur kaq shpejt, duhet përkthehet me të gjithë këto elementet e tjerë. E vërteta është që Rama tha që në këtë 4 vjeçar neve do ribëjmë rrjetin hekurudhor, se ishte i bërë, po në kreativitetin ton i vum kazmat, por mua më duket problem më i madh dhe ai që e shpërndan në mënyrë kapilare pasurinë, më duket shumë imediate prodhimi i agroindustrisë, në futja në punë e agroindustrisë. Po patjetër, më shiko, po marrim vetëm një shembull se një nga pjatat që konsumohet më shumë në Shqipëri janë pastat me fruta deti, për shembull. Domethënë mund të jenë mbi 100 milion pjata që konsumohen në një sezon turistik. Sa përqind e tyre janë me makarona ose të prodhuara në Shqipëri? Me makarona po themi, me makarona. Po, të prodhuara në Shqipëri. Sa përqind e tyre janë me frutat e detit të prodhuara në Shqipëri, që gati 100% janë gjitha të importit. Po kështu mund të bëjmë dhe shumë llogari tjera të një natyre. Pra, kur ti vendos që të zhvillosh turizmin, duhet i marrësh të gjithë faktorët në konsiderat, që të ketë atë zhvillimin, se të është multisektorial, që prek që turizmi bëhet gjenerus, pastaj dhe i zhvillimit sektorëve tjerë dhe i të ardhurave përtej atyre që shërbime që janë në vijën e parë të Bregdetit. Okej, më bëri diçka për shtypje, dje në një emision më thot një bashkëbisedues thot kanë falimentuar 4 fabrika salsa. Dhe këtë pyetje e kam për ty, Florian. Juve keni ditur të integroheni me tregun europian, dhe unë jo më kot të thashë, unë po zemra mal kur vajta pash Adidas. Ka një veçanti, ti shtoj kësaj, nëse përpara ne i prisnim etiketat Made in Albanias për efekt dogane, sepse në Itali pastaj i vendohen Made in Italia, tashi është e kundërta, preferohen mallat e prodhuar në Shqipëri dhe po të shkosh jo vetëm tek veshjet, po të shkosh edhe tek kputucët, sidomos alta moda, do të shikosh që është Made in Albania dhe janë të preferuara. M'fal. Pra, pikërisht, mu bë qefi që kjo ishte moda, qoftë sportive, qoftë modës ishte me dhe. Pra keni ditur të integroheni. Ndërkohë, 4 fabrika salce falimentojnë, unë mendoj jo vetëm për çështje të cilësisë. Ndoshta edhe kjo hyn. Po hyn edhe çështja e brandit, që ti duhet të bashkëpunosh, se deri që e mori këtu përballë ke divelen. Thuaj që hajde do t'i vë të gjitha unë, vetëm ti më jep emrin edhe një specialist. Sepse nuk mund të bëhet makarona me titullin salt rogozhine, nuk vjen ai. E lidhet me atë që tha profesori, se e thatë në lidhën. Me turizmi duhet jenë ndërlidhur të gjitha fushat, salsa, po dhe veshjet, po morë shembull tipik Turqinë. Turqia nga një vend normal të përpunimit të tekstileve, është bërë përpunuesi më i madh i pambukut, pavarësisht se nuk është se gjithë pambukun e prodhon, e merr nga Egjipti etj. Dhe çfarë bën? Ajo që thot profesori. Ndërkohë Egjipti është prodhuesi më i madh në botë dhe s'është në Egjipt këtë emrin e Turqisë. Absolutisht. Por si bëhet kjo? Bëhet me politika mirë menduara. Mirë tha profesori, u vendos i gjithë sistemi, tekstilet, bujqësia, blegëturia, u vun gjithë në shërbim të turizmit. Por ne nuk kemi asnjë lanë të parë që të prodhohet në Shqipëri, sepse para pak orësh më morën telefon nga Ministria e Ekonomisë dhe duhet të shohin ndërlidhjen. Ne s'kemi asnjë lanë të parë, nuk prodhohet asgjë në Shqipëri. Kështu që ti në fillim për ta vënë këtë në shërbim të asaj, do të fillosh të incentivosh atë prapavjen që tha profesori, ato
ndërmarrje apo ato bizneset të cilat prodhojnë lënë të para, që ti të fillosh ta prodhosh. Siç the çështjen e salcës, që domatën shqiptare ta bëjmë salcë, po ashtu edhe produktet me Medina Albania fillojmë të krijojmë prodhimin e tekstileve për ti ndërkohë që prodhuesi më i madh i grano duros është Pulja, e cila ka një klimë të ngjashme me neve. Patjetër. Dhe makaronën neve fare mirë mund ta prodhojmë edhe këtu. Unë po kuptoj, duhet edhe ai brendi italian që se po pe makarona greke, misko, unë si kam blerë ndonjëherë. Ne kemi pas atë dyshimin tonë edhe me qumshtin. Preferoshim, po themi, parmalatin, qumshtin parmalatin me tonët. Por u pa që edhe qumshtet tona fillun të kenë cilësi më të mirë dhe ne pjesën më e madhe konsumojmë qumsht shqiptar, apo ja? Kështu që duhet fillohet ajo punë, po nuk u fillu dhe po su incentivu, po nuk u vune qendër vëmendjes, jo të eksportuesit. Po mirë, mos harroj një gjë vetëm që qumshi, kur u prodhua qumshi, për shembull janë këto firmat e reja që kanë hyrë qoftë qumshi. Ti që nga paketimi, ne kështu ndoshta e kemi perndimori, po patjetër. Ka nesur përpara, pra janë këto detaje që ti duhet ta fillosh që nga etiketa, që s'mund ta bësh vetë etiketën të ulesh në kompjuter e ta bësh, duhet ja japësh një specialisti që ta bëj. Se që nga etiketa fillon nga tapa, fillon gjithka, po flas për salcën. Absolutisht, po ne kemi fatin që të kopjojmë. Profesori dha shembulli i Turqisë, ti mori Italinë. Janë të dy vende shumë të zhvilluara për sa i përket turizmit dhe e kanë bërë në mënyrë perfekte, e kanë bërë shkencë turizmin. Po të shkosh në Turqi, janë ato resorte që gjithë i kemi pa me 5-6 statuje, ke në Itali që kudo që të shkosh, agriturizmi, turizmi, të jep një shërbim që është perfekt, kështu që ne mjafton të kopjojmë. Të kopjojmë mirë, po të kopjojmë, sepse nuk kemi nevojë me shpikë. Më ka bërë përshtypje, profesor, kur kam qenë në Greqi, kam prishur 3 tenxhere me makarona, sepse ishin barila, por ishin barila të prodhuara për Greqinë. Grekët i hanë të zjera shumë dhe me kimat sipër. Burnën e që t'ja gjente pikën, që ta kapte al dente nuk kishte. Ma kërkoj një miku im, tha, ti tha me që dhe ke qenë në Itali, provoje njëherë. Dhe pastaj unë pash që barila ishte përshtatur tregut grek. Pra bënte një makaron e cila, po ama ishte barila, nuk ishte as misko, as lefteri, ishte barila. Pra greku kishte futur makaronën e vetë, me prodhimin e vetë, sepse ishte dhe fabrika e barilës aty, por kishte marrë brendin italian. Dhe më peshkoj edhe mua kur vajta e mora. Ka diçka që brendet e mëdhaja, si që ta e Barilla apo edhe Coca-Cola, fillojnë i përshtatin në bazë të atyre nevojeve që ka, shijeve që kanë vendet e ndryshme. Coca-Cola shqiptare është përshtat në bazë të sondazheve, në fillimet e saj, dhe ne po ta shohim Coca-Cola shqiptare ka shumë gaz, ka shumë sheqer. Po të shkosh në Itali ka ndryshe. Pse? Sepse në moment që kanë bazë sondazhet janë përshtat. Po njëta gjë edhe me barilet. Shqiptari do që t'i dalin syt, kjo puna e gazit është e vërtetë. Shiko, ajo që thamë që në fillim, pra, në programet e partive, jo thjesht dhe vetëm niveli pagave, apo i pensioneve, po gjithë këto çështje që kanë bëjnë me zhvillimin e ekonomisë, me zhvillimin e turizmit, apo sektorëve tjerë, duhet zinin po kaq vend dhe të ishin po kaq shqetësim, se sa është thjesht dhe vetëm do ta bëj pagën kaq, do të fal këto gjova apo do të rris pensionin kaq, se po nuk u diskutuan me themel gjithë elementet e zhvillimit ekonomik, natyrisht që mundësitë që edhe premtimet që rriten me pagat me këto të realizohen janë minimale ose të parealizueshme. Deri tani në mënyrë sporadike, por nuk ka në një objektiv ose diskutim, thjesht çfarë do bëj që t'i bëj më efektive investimet publike, shpenzimet publike që janë 5% e prodhimit brendshëm bruto. Çfarë do bëj me sistemin e transportit për ta vënë shërbim turizmit? Si do zhvilloj agroindustrinë dhe agropërpunimin që të mbushi gjithë të bërshllëgje? Sepse ne diskutuam thjesht dhe vetëm për turizmin, po edhe shifrat e fundit, të javës fundit, bilanci tregtar akoma është negativ dhe ne vërtet që kemi gjithë to euro brenda që vinë në Shqipëri, po janë më shumë euro që dalin jashtë Shqipërisë për të importuar dhe për të sjellë produkte të tjera. Dhe gjitha këto përbëjnë strukturën ose atë që quhet kolona vertebrale e funksionimit të ekonomisë shqiptare. Unë do preferoja një diskutim shumë më të gjerë se kaq
si do bëjmë një proces riindustrializimi, qoftë edhe për masa modeste të vogla, aq sa na lejojnë kushtet, si do kalojmë nga një sistem importi dhe konsumi në një sistem prodhimi dhe eksporti, çfarë duhet bëjmë për të zhvilluar këto ku do të orientojmë investimet e brendshme apo dhe të jashtme, si do të arrisim produktivitetin, pra element që e prekin në thelb funksionimin e ekonomisë shqiptare, rrisin produktivitetin dhe po ndodhi kjo, pastaj janë më kollaj për të bërë dhe ato, për të realizuar ato premtimet e tjera. Po nuk u realizua kjo, premtimet e tjera o do realizohen pjesërisht o nuk do realizohen fare. Profesor, dua të them domethënë në mbyllje të emisionit që punojësit e partive kanë një lloj vetkënaqësie, po problemi është që asnjëri prej këtyre nuk ju ka rënë kurrizi që ta nxjerrë lekun vet, një pjesë të madhe të tyre, ose të ketë bërë studime të jetë një specialist vërtet i fushës, një ekonomist që ka kaluar nga filtri universitar, nga katedrat. Janë thjesht punojnë partie që transferohen nga zyrat e shtetit, kur partia është në pushtet, në zyrat e partisë, kur ajo është në opozit, për të pritur që të shkojnë prapë në zyrat e pushtetit, dhe kam idenë që nuk e kanë atë prekjen e nevojshme të eksperiencës. Por mendoj që kjo industria lehtë, ndoshta edhe për një 4-5 vjeçar mund të zgjidhej si problem, nga mjaftojnë vetëm të ishin ca politika të drejta, që mund të ndiqet dhe duke marrë edhe mendjen e sipërmarrësve, se ajo që mua më bën përshtypje në për panele është llafet e disa punë kodëve, që si punë kanë vetëm të rrinë një panel, si u ka thënë njëri puna e mbarë, dhe diskutojnë për të gjitha, po harrojnë që ky vend ka një eksperiencë 35 vjeçare në kapitalizëm dhe në biznes, edhe mund të merret mendimi edhe këtyre njerëzve. Dritar, një ndërhyrje të vogël se babai i ekonomisë është Adam Smithi, besoj të gjithë e njohin, që 1776, kur botoi atë që ishte libri fundamental i ekonomisë, i vuri titullin Si pasurohen kombet, që e thënë në gjuhën moderne sot si zhvillohen kombet dhe si bëhen më të pasur. 90% e librit kishte të bënte vetëm çfarë duhet bënin në vendet e ndryshme në procesin e industrializimit, biznesit, sektorëve të ndryshëm e tjera, që të siguronin sa më shumë të ardhurë. Diskutimi që ngelet vetëm te modeli social, që natyrisht është më i prekshmi dhe më i domosdoshmi, nuk të garanton realizim, sepse nuk ka këtë pjesën që ne po diskutojmë. Po nuk të dha ekonomia rezultate, produktivitet, të ardhura më të mëdha, vërtetësitë janë maksimale që ti pastaj ta kesh gjithë llojin e krenarisë dhe suksesit, vetëm thjesht ke dhimbshuria sociale dhe ke një rishpërndarje më e mirë në emër të gjithë këtyre politikave që folëm. Prandaj, fushat elektorale janë një mënyrë ndoshta shumë e mirë, sepse problemet dalin sipërfaqe, diskutimet bëhen më të hapura, debati bëhet më i hapur, por ama duhet bëhet me themel. Dhe ju morët shembull jo Italinë, po ka vende të tjera që partitë politike janë shumë të institucionalizuara. Brenda partive politike ka institute kërkimore, ka qendra kërkimore, ka grupe strukturuara që punojnë në mënyrë të rregullt, po them shkencore, metodologjike, gjatë 4 viteve që një parti është në pozitë ose në opozitë, dhe kur ofrojnë këto lloj programesh, janë programe të studiuara, të detajuara dhe programe shumë komplekse. Nuk janë thjesht një grumbull shifrash që prekin më shumë ata që i dëgjojnë, që tregojnë se sa i keq është tjetri, sa i mirë jam unë që do bëj edhe këtë dhe këtë, me luf floriri, me shkop magjik, dhe pastaj mbarojnë zgjedhjet, fillojnë prapë nga e para diskutimin. Kjo ka vështirësi. E vërtet është, më ka bërë përshtypje, programi Partisë Socialiste në 2013 e bërë nga disa specialistë të bujqësisë, s'po i përmend emrat, po njëri nga ta ishte Agronduka, i cili kishte planifikuar edhe sa krerë bakti do ishin në zona ku do vendoseshin fabrikat e përpunimit të qumshtit edhe të djathit, sa kapacitetet do kishin, sa do investohej për rritjen e numrit të baktive dhe çfarë kredish të lehta do jepeshin për krijimin e këtyre fabrikave dhe si do ndihmoheshin për të krijuar brendin e tyre.
U harrua i program, fatkeqësisht prandaj edhe thash që duhet ishte, dhe prandaj edhe pyetja e parë ishte a ju ka konsultuar njëri juve në fushën akademike dhe Floriani në fushën e sipërmarrjes. Kjo është çudia më e madhe. Dy partitë të mëdha që duan din pushtet nuk konsultohen, i din gjitha gjërat vetë. Të kesh luksin, profesorin kam mbi 12 që ndjek në për panel, në për studio, dhe të kesh dhe asë njëherë, pavarësisht se sektori fasonëve nuk njëhej, por profesori ka dhanë përcaktime dhe metodat të sakta dhe për sektorin e fasonëve. Kështu që të kishe një konsultim shumë përpara me profesorin, me ekonomist, me biznese, do kishte qenë. Dhe du të marrë një shembull të vogël, si e përmend 2013. Në 2013 Partia Socialiste bëni një parapërgatitje shumë të mirë. Dhe nga biznesi jonë erdhi propozimi për bankën e zhvillimit. Dhe që atëherë u vendos në programin e 2013-ës, u vendos banka e zhvillimit. Ishte propozimi joni. Për 12 vjetë u harru, dhe shifet e nevojshme tashi, kalojnë në parlament para pak kohë, që Banka e Zhvillimit do jepte një ndihmë të madhe edhe biznesit, po ashtu dhe financave shqiptare. Kështu që në momentin që ti konsultohesh, do nxjerrësh një produkt besueshëm. Në momentin që ti nuk përfill as akademikët, as bizneset, kanë përshtypjen që janë veç me fjalë premtime elektorale që nuk ngjisin pastaj. Në këtë pikë gjithmonë partitë që janë pushtet kanë një avantazh, në kuptimin sepse e di më mirë nga brenda se si funksionon sistemi dhe kush janë ato premtimet të mundshme që mund të bëhen. Shqipëria ka një strategji kombëtare të zhvillimit ekonomik dhe integrimit që e kemi sot. Shumë tregues tashmë dihet sepse janë të negociuar edhe në kuadrin e agjendave ndërkombëtare si objektivat e zhvillimit mijëvjeçarit apo edhe gjithë pjesa e integrimit evropian tani, kështu që ka sens që në këto propozime që pastaj do kthehen në program qeverisës me njëherë mas zgjedhjeve për partinë ose partitë që do fitojnë zgjedhjet, të jenë sa më të argumentuara dhe sa më të mundshme për të zbatuar. Nëse rrim në nivel dëshirash, ato janë shumë të bukura, shumë të mira për të dëgjuar, po pastaj kur vjen zbatimi tyre, ne gjithmonë i kthehemi asaj gjë, ose premtime elektorale janë edhe lejohen që të jenë kështu pak futuriste. Në fakt, kjo Banka e Zhvillimit, që nga një ide shumë e vjetër që në kohë të Zogut, që është hedhur si ide dhe është rihedhur tash sepse duhet gjetur një mënyrë që ai 5 miliardë që thotë ti të futet në punë dhe të kreditohen bizneset. Ajo Banka Italiane që do na asistoj neve është krijuar në 1850-ën. E 10 vjet para se të krijohej Italia, që është bankë tipike e zhvillimi në Kagliari në Sardinjë, që është nga më të sukses. Është praktik vazhdimisht, sidomos mas luftës dytë botërore, shumë e zbatuar, jo vetëm në vendet e varfra dhe në zhvillim, po dhe Franca ka një të tillë, dhe Hollanda ka një të madhe, Repo Bank që do të vinte para ca vitesh dhe në Shqipëri, edhe në Gjermani ka, edhe në Angli ka. Çështja është që këto lloj bankash, aq sa kanë anë të mira, kanë dhe disa pikpyetje që duhet të zgjidhen me kujdes për mënyrën se si hartohet ligje dhe sa transparente janë, por e mira e tyre, duke lënë pjesët e pikpyetjeve, është që janë banka që mbështesin strategjitë e qeverive për sektorët në vështirësi ose për sektorët strategjik që duhet marrin më shumë dhe më lehtë financime. Në rastin e Shqipërisë janë vënë disa objektiva, është mbështetja e eksporteve, mbështetja e bujqësisë, dhe pastaj me radhë disa elemente të tjera startupeve, pra ato mbledhin fonde dhe kur japin me kushte më lehtësuese dhe japin të orientuara pikërisht aty ku ndihet dhe nevoja më e madhe për të mbështetur biznesin ose këto. Pra, si ide gjunar që nuk ka shumë, sepse edhe para 2013 është diskutuar në disa raste, dhe atëherë çuditërisht kur kanë qenë fushatat elektorale, kjo ka pas dalë si temë. Ishte një eksperiencë negative me bankën bujqësore, e cila falimentoi dhe pati një lloj kurrë që këto bankat me pjesëmarrje shtetërore kanë gjithmonë një vështirësi po si menaxhove si duhet, por gjithsesi inshallah bëhet shpejt dhe pastaj atë që thatë dhe juve,
deri tani është një kapital 100 milion euro kapital shtetëror, po ky do zëri minimumi 51%, pastaj pjesa tjetër është një program i Bankës Shqipërisë për të financuar biznesin e vogël, mbështetës, mund të jenë dhe kompani ose aktorë të tjerë të huaj që vinë me kapital për të bërë aksioner të kësaj banke, ose pastaj është dhe ajo ideja pak më madhore, si mundet që edhe shqiptarët që janë në emigracion, një pjesë që kanë kapitale jo thjesht para, për të kështu mund të bëhen të gjendet një formë që dhe ato parat mund të vinë bëhen pjesë e kapitalit kësaj banke për të investuar në Shqipëri. Le të shpresojmë, profesor, unë ju falenderoj që ishit sot me mua. Faleminderit dhe ju kënaqësi. Faleminderit Florian që ishit sot me mua. Është kënaqësi të mos kur panelisht edhe profesori. Florian, kemi qenë disa herë kështu që mirë. Po, jam shumë rahat. Faleminderit profesor. Faleminderit edhe juve që na ndoqët natën e mirë.